Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër epizod të podcastit Shëndetin Rëndpare mbështetur nga United Hospital. E kam kënaqësinë të kem në studio një nga specialistët më të njohur në fushën e shëndetit të tretjes, gastroenterologun doktor Avni Hazirin. Doktor Haziri ka vite eksperiencë në diagnostikim dhe trajtim në sëmundjeve të aparatit tretës dhe është i njohur për shasjen e tij profesionale, humanitare dhe të qartë në sqarimin e problemeve që shumë prej nesh mund të hasim në përditshmëri. Në këtë epizod do të flasim për shëndetin e zorëve, simptomat që nuk duhet të injorojmë, mitet më të zakonshme si dhe këshilla praktike për një sistem tretës më të shëndetshëm. Doktor Haziri, mirë se erdhe në podcastin ton. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si jeni me shëndet, me punë, apo lodheni, apo keni shumë pacient, vizita? Mirë, përgjithësi mirë. Doktor, shkojmë drejt në temë, mirë po para se të shkoja në temat që ne kemi përcaktuar për të folur në këtë podcast, do doja shumë që të dija më shumë rreth jush. Cili ishte ai motivi, inspirimi i parë që ju hyt në këtë specializim shumë të rëndësishëm në shëndetësi në gastro? Motivi ishte qysh nga fëmijëria, ne jemi një familje mjekësh, ishte djalli i Axhës, doktor Adem Haziri. Të cilën edhe si fëmijë kishim idol, po pashtu edhe shumica e mjekëve në Kosovë, dhe kur shkonte ai ti mjekonte komshit aty afër që ishin, atëherë merrte gjithmonë me veti, kështu që qysh nga fëmijëria e hershme e kam pas dëshirën, motivin edhe vullnetin edhe e kam ditë që do të bëhem mjek. Shumë mirë, domethënë një ëndër e realizuar, një ëndër fëmijërore realizuar nga ju. Pak kush i bën këto ëndrat realitet, apo thënë më mirë pak shumë e vogël, sepse unë kur kam qenë e vogël, ëndra ime ishte astronaute, tash merra me mend, astronaute në gazetare. Mirë, doktor. Atëherë të shkojmë tek pikat që i kemi prekur, dhe do doja shumë që edhe për opinionin të ndalim se cilat janë shenjat më të zakonshme që tregojnë se diçka nuk po funksionon mirë me sistemin tonë tretës. Që shumë nga ne e kemi këtë breng, e kemi këtë pikë pyetje se çfarë kemi, por edhe shumë kurreshtje për ditur. Shumica e njerëzve, edhe kur kanë probleme me tretjen, i neglizhojnë ato. Për arsye se si mendim për këtë problematik e marrin te një shok, ose te një komshi, ose te një koleg. Mirë, po nuk adresohen te mjeku. Fatkeqësia më e madhe është se domethënë sistemi mjekësisë familjare ende nuk po funksionon si duhet. Në vendet perëndimore po edhe rajonale, secila familje ka mjekun e vet. Këtë vit e di që është tentuar të përzgjidhet, domethënë që banorët kanë drejt ta përzgjedhin mjekun e vet familjar. Edhe pastaj ai qysh në fëmijëri e përcjell gjendjen e pacientit. Historikun. Po ashtu për çdo pyetje mund t'i drejtohen atij, sepse është vija e parë. Ndërsa thash e mangësi të ne është që pyetjet i adresohen njerëzve që nuk janë adekuat për mjekësi. E pyet shoqën, shokun, mikun, kolegën, komshikën, thotë po dha një frymje, çka të bëj, thotë merr këtë. Sigurisht, te kontakti i parë që kanë. Po, merr atë, edhe është ai miti. Domethënë merr këtë tabletë se i ka bë hajër të rezistime, merr këtë se i ka bë hajër hollestime, këtë ma kanë sjell nga Zvicra, këtë ma kanë sjell nga Gjermania. Aty është problemi i parë, për arsye se nëse fillojnë të merren ato tableta ose qese ose suspensione ose ku ta diun, simptomat përkohësisht qetësohen, ndërsa sëmundja vazhdon. Për atë, secili simptom duhet merret seriozisht, edhe për atë, domethënë duhet punojmë ne si popull që qysh në fëmijëri të kemi një edukatë shëndetësore, qysh na për shkolla. Edhe problemi të adresohet me kohë edhe në vendin e duhur, për të mos u neglizhuar, edhe për të mos marrë sëmundja, domethënë një ecuri ose të them një proces të pakthyeshëm, që shpesh herë te sistemin tretjes ndodhej. Po cilat janë ato shenjat që ne i hasim në trupin tonë, mirë po i injorojmë, në kuptimin siç e thatë edhe ju, në kontaktin e parë që ne kemi, adresojmë një shqetësim tek të afërmit, tek shokët, tek shoqet, tek ndonjë që i besojmë. Cilat është një nga shenjat dhimbja e stomakut apo e pjesës abdominale të organizmit?
Po, një simptom i shpeshtë është fryrja, për shembull, fryrja e barkut. Shumica e njerëzve kanë fryrje të barkut. Se mos pas një ushqimi të bollshëm, shumicës prej nesh i ndodh ajo. Edhe ajo nuk duhet merret me ignorancë. Si gjë normale. Po, nuk është normale. Pastaj dhimbja, pastaj goksima ose gromësira, si i themin. Pastaj dikush thot, unë si të zgjohem mëngjes, vjen mundim për vjellje. Okay. Pastaj pengimi i aromave të ndryshme, ose neveria prej ushqimit, ose lirimi i gazrave, ose lëvizjet e shpejta të zorëve, si që quajmë ne gurgullimat e zorëve. Okay. Gjitha këto janë shenja që na tregojnë se tretja nuk është duke u bë si duhet. Edhe ato duhet merren seriozisht edhe të adresohen te secilit e mjeku i vet ose te specialisti i kësaj fushë. A ndikon kjo edhe në stilin ton të jetës dhe ushqimet që ne i konsumojnë, sa i përket këtyre problematikave gastrointestinale? Ndikon, sepse në qoftë se krijon gazra të shtuara, atëherë automatikisht fryhet barku. Kur të fryhet barku, e çon edhe diafragmën sipër, pastaj mushkëlit nuk mund të relaksohen. Ata pacientë shpesh thonë që po kanë problem me frymëmarrjen, nuk po mund të ngjihen frymë. Ata as nuk mund të koncentrohen punë. Pastaj nëse kjo ndodh gjatë natës, nuk e bëjnë gjumin rehat, ose nuk i merr gjumi, ose i del gjumi gjatë natës. Saktë. Ata që kanë gazra, ajo është bezdishme, qoftë në vendin e punës, qoftë në familje apo kur shkon dikun. Po ashtu akoma më keq edhe ata që kanë grumësira. Thonë, ata s'mund ta ndalin atë, ndërsa binë në sy të keq para njerëzve me të cilët kanë kontakt. Po, sepse ajo çon dhe një aromë të keqe. Po. Gjitha këto domethënë ndryshojnë edhe përkeqësojnë stilin e jetës, edhe e pengojnë një mbarvajtje normale të jetës, qoftë në familje apo në punë, apo kudo që të shkojë personi. Saktësisht, ti marrim një nga një, nëse mund t'i ndajmë, pra secilin simptom që sapo e tregove, cilat problematika të tretjes mund t'i kemi në bazë atyre që ju i sapo i ndat dhe i treguat. Për shembull, nëse dhimbja është në pjesën e sipërme të barkut, atëherë në atë pjesë lokalizohet lukthi. Tash varësisht se në çfarë faze paraqitet, atëherë neve na jep me kuptu edhe cila pjesë është e atakuar. Nëse pacienti thotë që dhimbjen e kam menjëherë pas ushqimit, edhe po përcillet me dieksim, edhe po më jep mundim për vjellje, e në rastet më të këqija edhe po vjell, atëherë e dim që në atë pjesë të lukthit, domethënë ku bie ushqimi për s'pari herë, ose në pjesën e poshtme të tij është problemi. Qoftë mund të jetë ndonjë gastrit, spazmatim i lehtë e deri te ulçera gastrike. Qoftë se thotë se dhimbja po përhapet në pjesën e sipërme, edhe po më shkon një dieksim deri te fyti. Nganjëherë po më duket që po më dhem zemra. Edhe her pas here nuk po ngjihem frymë. Ndonjëherë po më djeg edhe fyti. Simptom hala më i rënd është kam edhe një kolitje të thatë. Atëherë këto janë simptomat të refluksit. Çka është refluksi? Kur thartina edhe një pjesë e lukthit, domethënë, kthehet përmjet diafragmë edhe kthehet thartina në ezofag, që shpesh herë mund të arrijë deri në pjesët e fytit, ti ngacmoj ato, e pacientit mendoj se problemi është e fyti, ndërsa kur shkakton edhe koll të thatë, mendoj se problemi është e mushkërit. Ose kur jep dhimbje në këtë pjesën e gjoksit, që anglisht quhet heartburn, i duket se po i dhem zemra. Shpesh herë kur një pjesë e lukthit ngjitet përmjet diafragmë, kjo quhet herni hiatale, quajmë na, atëherë aty është zemra dhe janë mushkërit, është një hapësirë ngushtë. E ngacmon shpesh herë zemrën edhe çrregullon ritmin e zemrës. Këta pacientë bredhen te kardiologu, por mos më thonë me muaj, po edhe me vite, duke menduar se problemi është e zemra. Ndërsa problemi krejt është për shkak të kthimit të thartinës dhe për shkak të hernisë hiatale. Ose kur pacienti thotë kam dieksim të fyti, edhe shpesh kam pas raste dieksim të gjuhës, është ende me vitet e mjeku i fytit edhe nuk është gjetë asnjë problematik. Edhe rasti që kanë koll të thatë, ata enden te pulmologt ose te alergolog, bojnë ekzaminime të ndryshme, teste të ndryshme. Edhe fatkeqësia është e madhe kur gjitha ekzaminimet të këto lamit përkatëse ju dalin mirë, atëherë këta etiketohen si janë të ngarkuar emocionalisht.
Edhe kjo simptomatologji për ju duket atyne që kanë prej kokës, më thonë, kanë stres, kanë ngarkesë, kanë probleme, sepse analizat gjitha kanë dalë mirë. Po, analizat kanë dalë mirë për fushat e tyne përkatëse, dhe sa probleme është këtë diku tjetër, është problemi refluksit. Dhe më thonë, ta pacient vujnë dhe bredhin me vite derisa ta gjejnë diagnostikimin e sakt, po pastaj edhe trajtimi është pak i vështirë, është i gjatë, sepse edhe simptomatologjia ka qenë e gjatë, dhe më thonë derisa është zbulue. Trajtimi i refluksit është shumë i vështirë, edhe për pacientin, po edhe për mjekun. Ble shkruan literaturë, një gastroenterolog që i thot pacientit me refluks që unë të shëroj, a është gabimi i parë. Dhe më thonë, për atë, ta pacient endën prej mjekut në mjek. Dhe më thonë, trajtimi i refluksit gastroezofageal është një trajtim kompleks, që çka donë, dhe më thonë, mas parin ndryshimin e stilit jetës. Për shembull, këta pacient, nëse hymë në anamnezë dhe i hulumtojmë, këta me vite kanë hangër ushqim para se me fjetë, ose ju në qua dhe natën kanë hangër ushqim, ose kanë hangër shpejt, nuk e kanë përtyp mirë ushqimin. Dhe më thonë, që të mënyrat stilit jetës e dëmtojnë sfinkterën e poshtëm të ezofagut, i cili e ka për detyrë me lëshu ushqimin edhe ujin të poshtë, ndërsa mos me lanë më kthyt e nalt. Qofse na ham edhe bim me flejt, do të thonë ky është problem mekanik. Me njëherë, do të thonë ushqimi bën presion në atë muskull më kthyt e nalt, dhe nëse kjo ndodh me vite, atëra i dobësohet. Ose nëse dikush e ka zakon natën i del gjumi dhe shkon te frigoriferi han, edhe kjo është një praktikë e keqe. Pastaj pacientët të cilët flejnë pajastek ose flejnë rrafsh, gjithashtu edhe kjo është një faktor i cili e ndihmon refluksin gastroezofageal. Faktor tjetër është edhe shtatzanit që janë të shpeshta, po edhe fëmiu kur është i madh, sepse bën presion në atë pjesë. Faktor tjetër është edhe ngritja e peshave të rënda. Faktor tjetër tham edhe personat që hanë shpejt edhe me njëherë qohën me bu diçka. Qofse na kemi ngranë edhe gërmucime për shembull, punojmë kopsht, edhe kjo është një presion që bëhet në atë muskull, edhe me kohë dobësohet. Do të thonë, këto ishin faktorët mekanik që ndikojnë për me dobësu me vite sfinkterin. Po njëkohësisht, nëse dojmë na me përmirësu refluksin, na pacientit i thojmë krejt të shprehi me hjek. Mi ndalu. Do të thonë, një 2-3 orë para gjumit mos me ngrana, mos me pi. Kur të flenë pjesën e kokës pak më lart, mos me fjet drejt. Rrafsh. Gjithmonë luksin mos me mbush. Një treta sipër me luktit me mbet zbrast. Për atë, kur të ham, ne ju tregojmë, domethënë trika, cilët i ndihmojnë atyre për me mrri këtë pjesë. Në momentin kur je uritur e ki vështirë me kontrollu se kur është bëll. Mirë po, na i spjegojmë se ngrënia duhet të jetë ngadalshme, përtypja e ushqimit gjithashtu duhet të jetë ngadalshme, për arsye se efekti i ngopjes zgjat një 14 minuta. Ti nëse han shpejt, ke hangër 3 fish më shumë, a vetë se je ngop. Për atë kur han ngadal, për një 15 minuta ose gjysmë ore, ti e merr vesh që je ngop edhe nuk mundesh më shumë me hangër. Kjo është njëna prej trikave që na i trajnojmë. Gjithashtu mos me fol duke ngranë, sepse nëse folim na gëlltisim ajër. Edhe ajri i tepër që quhet aerofagi, gjithashtu bën që mu fry lukthi, edhe tretja mos mu bu si duhet. Gjithashtu, një prej trikave që i tregojmë mos me pi duke ngranë, sepse do të thonë ka impakt në tretjen edhe punën e lukthit. Gjithashtu kur pim ujë mas ushqimit, qofse kemi hangër një ushqim të nxehtë ose në temperaturë dhomës, edhe tash e pim një ujë prej frigoriferit, gjithashtu ka impakt ajo, sepse lukthi edhe enzimat e tij punojnë në temperaturën trupore, aktivizohen. Qofse pim në ujë të ftoftë komplet, do të thonë e bllokojmë ose ngadalsojmë tretjen. Gjithashtu trik tjetër që i thojmë, frutat nuk bën t'i ham gjatë ushqimit ose masi kemi ngrënë. Frutat hahen zakonisht kur jemi të uritur, ndërmjet shujtave ushqimore. Mezoshujt, mes mëngjesit drekës ose drekës darkës. Pas darkën nuk preferohen, për arsye se ta përmbajnë fruktozë edhe e ngritin pasqyrën e insulinës, që neve na gjithmonë na uritin edhe gjatë natës. Për ata, disa persona kur konsumojnë fruta ose sheqerna, mas darke, ata gjithmonë kanë predispozit
me hangër para gjumit, edhe nashta edhe prej gjumit mos gju, edhe me hangër prap. Këto dhe më thonë ishin sa i përket stilit. Ndërsa, është dhe një faktor tjetër që ndikon, është ushqimi, janë disa lloje të ushqimeve që e shkaktojnë, e përketësojnë, po dhe nuk e lanë më shëru refluksin gastroezofageal. Cilat janë këto ushqime? Na i preferojmë me ju ikë ushqimeve të mosuna, të fërgume, pijeve të gazume, ushqimeve pikante, kafe shumë, çaj i zi, alkooli, gjitha këto do të thonë ndikojnë që edhe duhani, se zdia përmenda, e dobësojnë sfinkterin, por njëkohësisht nuk e lanë mu rekuperu ose nuk e lanë mu shëru refluksi. Të gjitha këto pastaj kanë impakt së bashku me medikamentet në trajtimin e refluksit. Sepse në qoftë se ne veç i shkruajmë medikamente, ndërsa nuk e edukojmë pacientin, truhet prej faktorëve të rrezikut, edhe ta ndryshoj stilin e jetës, për ata këta nuk kanë sukses në trajnim. Për një muaj 2 bojnë mirë, edhe kolegu i thot, a je mirë, po dhe se kam asnjë simptom, thot ndërpreje terapinë. Mas 2 muajve ose 3 shfaqen prap simptomat, edhe ai mendon që doktori nuk ka ditë, shkon te doktori tjetër. Kjo po bëhet për arsye se ne si mjek, do të thonë nuk ja japim kohën e duhur pacientit, sepse këshillat japin shumë më shumë sukses në mjekim se sa vetë barnat. Ato vetë nuk e kryjnë punën. Pra, gjithë këto faktorë ndikojnë në trajtimin e refluksit. Shpesh kemi pacient që ka qenë i planifikuar edhe për koronarografi, a problemi ka qenë këtë refluksi edhe ka shpëtu prej asaj, edhe sot ndihet mirë. Ose kemi pacient që është trajtu me barna për çrregullimin e ritmit, ndërsa krejt ka qenë problemi i hernisë hiatale që e ka shkaktu këta, edhe kemi pacient që ka marrë gjitha llojet e mundshme të medikamenteve kundër kollit thot, po ashtu edhe është trajtu edhe për alergji, nuk ka pas sukses, domthon kolli ka qenë prej refluksit. Ndërsa kur dhimbja është në këtë pjesë, domethënë vetëm me një vend e lokalizume, atëherë dyshojmë te lukthi. Tham prej gastriteve deri te ulçerat janë dëmtime të muskulit, të mukozës së lukthit, dëmtim më i thellë, edhe një simptomatologji më e madhe, që varësisht se në cilën pjesë ku janë, japin edhe simptomatologjinë e vet. Tham japin një dhimbje të fortë, që është më një herë mas ushqimit, qofse është më poshtë, mund të jetë edhe pas një kohë që kalon mas ushqimit, mund të japin mundim, edhe mund të japin vjellje. Qofse ulçera është e thellë, atëherë dhimbja mund të shkojë edhe ka shpina. Domethënë, gjitha këto nuk duhet të merren me lehtësi, edhe të përdoren përmendsh medikamente, po duhet të ekzaminohen sepse secila prej tyre ka edhe komplikimet e veta. Nëse refluksi nuk trajtohet si duhet me vite, atëherë shkakton dëmtim të mukozës ezofagut, në gjendje prekanceroze që quhet baret, ajo me vite përparon në kancer të ezofagut. Edhe të ulçera e lukthit, nëse nuk trajtohet, ajo ka komplikimet e veta. Mund të jap gjakderdhje, mund të jap shpërthim deri te operacioni urgjent i cili e rrezikon edhe jetën e pacientit. Doktor, ju jeni fushës, edhe po besoj që e dini më mirë se unë dhe këtë pjesën e mendësisë popullatës sonë, duke ditur që shumica nga ne kemi këto probleme që ju sapo i përmendët, aq shumë i normalizojmë, aq shumë i marrim si të mirë qëna që ndodhin në organizmin tonë, saqë të vetmi problem serioz ndoshta e lidhim vetëm zemrën edhe pjesën e trurit, domethënë të kokës. Sa i përket problemeve të lukthit, stomakut, pjesës sistemit tretës të organizmit tonë, e marrim shumë të ngadalshme, si të mirë qenë. Pse ndodh kjo? Për shkak të mungesës së pak të informacioneve, apo për shkak të mos edukimit të mirë popullatës, sa i përket kësaj lëmie? Po kjo është lidhë edhe me dhënat shkencore. Përpara, për shembull, zorës nuk i kanë dhënë shumë rëndësi. Mirë, po studimet e fundit tregojnë që zora është një truni i dytë i trupit. Edhe shëndeti jonë, domethënë, varet prej shëndetit të zorëve. Nëse nuk ke shëndet zorëve, nuk tretet ushqimi si duhet, nuk përthithet, nuk ke shëndet. Për atë edhe nuk i është dhënë rëndësi kësaj pjesës tonë. Më shumë i është dhënë
rëndësi organeve që janë qut vitale, zemrës, veshkave, mushkrive, edhe trurit. Ndërsa, vitet e fundit, domethënë është vërtetuar që sistemi i zorëve, sidomos mikrobiomi, ka një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin tonë, në përgjithësi, po edhe në imunitetin tonë, po edhe në shëndetin e trurit. Kështu që ka ndryshuar tash qasja edhe e kolegëve, po edhe e neve, sepse studimet e kanë bërë vetën. Doktor, kur kemi fryrje të luktit pas një ushqimit, siç thashë edhe më herët bollshëm, shumica prej nesh, përfshirë dhe veten, përdorim sot karbone. Sot bikarbone, po m'fal. Me ujë e tretim dhe e pim, edhe sikur na lehton organizmin. Domethënë pjesën e sistemit tretës. A është e rrezikshme kjo? A mund të ma shpjegosh këtë pjesë? A është e rrezikshme soda e bikarbonit në organizmin e njeriut? Soda e bikarbonit është e shëndetshme, po kur përdoret për me nal dhimbjen e luktit është e rrezikshme. Pse? Ajo i qetëson simptomat, po smundja mund të vazhdoj. Aty është problemi. Frymja e barkut, domethënë, bëhet për shkak krijimit gaznave në zorë dhe në lukt. Ajo bëhet për shkak 3 faktorëve. Një frymje të barkut na kur nuk e marrim, na që jemi ekspert si thjesht. Ajo na sinjalizon diçka. Domethënë 3 faktorë japin frymje edhe krijim të gaznave, tepër të gaznave në sistemin tretës. Faktori i parë është infeksionet e zorëve, i dyti është inflamacionet e zorëve, edhe i treti është intoleranca ushqimore. Për atë na duhet të ulëmtojmë të 3 këta faktorë, edhe me ditë pse janë të kriju këto gazna. E janë në mënyrë fizike ti eliminojmë ata. Se si soda e bikarbonit është bazë, ndërsa lukti ka acid, edhe kjo e neutralizon acidin, edhe për atë paraqitet një lehtësim, edhe në dhimbje, po edhe shpesh goksojnë pacientët edhe thotë jam lirue. Për atë domethënë mjekimi përmendsh nuk bën. Gazrat janë një sinjal. Dhimbja është një sinjal. Shpesh herë unë e shpjegoj edhe te mjek të ri edhe te kolegë që vinë për ushtrime, e ilustroj me një kompani të sigurimeve. Kur një kompani e ke siguru shtëpinë me një kompani të sigurimeve, edhe bie alarmi. Edhe vjen ajo patrulla për kontroll, priton me him rana në shtëpi, vetëm me ndal alarmin. Domethënë, alarmi u ndal, hajnë atje në mrena. Mrena, po. Kështu që na dhimbjen nuk guxojmë me nal, pa e ditë se çka ka shkaktuar. Se dhimbja është alarm. Përpos në raste urgjente kur pacienti ka dhimbje të mëdha, atëherë ndalet përkohësisht derisa të bëhen ekzaminimet. Ndërsa, domethënë painkillers, banat për dhimbje nuk preferohen pa e ditë shkakun e dhimbjes, sepse mund të ketë pasoja të mëdha. E përmendëm mikrobiomën. Tham që pra po kthejmë tek pjesa e qytetarëve tanë, tek popullata jonë. Sa shumë e përdorim antibiotikun për një rruf apo viroz që e kemi. Sa ndikon kjo në sistemin tonë tretës dhe në florën tonë? Të thojmë disa fjalë për mikrobiomën. Mikrobioma është bota e mikroorganizmave cilët jetojnë me ne dhe janë të dobishëm. Domethënë ne nuk kemi mikrobiom vetëm në zorë, ne kemi edhe në sistemin e frymarrjes, kemi në gojë, gjithashtu kemi edhe në vaginë. Po mikrobioma më e madhe janë gjendet në zorët tona. Cilat mikroorganizma janë ata? Domethënë janë bakteret, disa virus edhe kpurdhat. Po pjesën më të madhe dërmuese e përbojnë bakteret. Kur zhvillohet ajo? Sipas studimeve, tash vetëm dihet se ajo fillon qysh në barkun e nënës. Ndërsa zhvillimi i saj ndodh i havshëm gjatë procesit lindjes. Tash studimet janë bërë se fëmijët që lindjen nëpër kanalin vaginal, domethënë me lindje normale, po. Fillojnë një mikrobiom tjetër në krahasim me ata që lindin me premje cesariane. Domethënë, pse në kanalin vaginal ka tjetër florë, ajo stimulon, domethënë krijimin e mikrobiomës tjetër në krahasim me këta që lindin me premje cesariane. Gjithashtu pastaj edhe ushqimi është një prej faktorëve i cili e stimulon krijimin e mikrobiomës. Sa i përket numrit janë diku 100 bilion deri tash mikroorganizma të dobishëm që jetojnë në sistemin tonë, në trupin tonë. Korrigjojnë sistemin imunitar, e përforcojnë atë, domethënë diku 90% të qelizave imunitare ndodhen në zorë. Edhe domethënë na ruajnë neve
edhe e korrigjojnë edhe e sinjalizojnë edhe e përforcojnë sistemin ton imunitar. E tash, cilat janë faktorët cilët e dëmtojnë këtë mikroflorën, janë ushqimet, mas pari, janë infeksionet, edhe faktori i tretë që është në dorën tonë, në dorën e profesionistëve, janë antibiotikët, si që përmendet. Do me thonë, në qoftë se na përdorim antibiotik aty ku s'duhet, atëherë dëmtohet flora e zorëve. Gjithmonë duhet kemi kujdes që të përdorim gjatë këtij trajtimi probiotik. Do me thonë probiotik që ta ndihmojnë. Janë baktere të gjalla, cilat janë krijuar në mënyrë sintetike, edhe ndihmojnë në renovimin e florës tonë bakteriale. Ata gjithmonë merren 3 orë diferencë kohore prej antibiotik, sepse janë antidot në mes veti. Po, në qoftë se duhet një kohë gjatë e përdorimit antibiotikëve, edhe renovimi i florës me probiotik është më i gjatë. Te probiotik gjithmonë duhet kemi kujdes të zgjedhim. Pse? Më të mirët janë sinbiotikët. Çka janë sinbiotikët? Sinbiotiku e ka edhe prebiotikun, i cili është ushqim për probiotikun. Do të thonë edhe ky reagon shumë më mirë se sa probiotiku i vetëm. E na kur nuk kemi përdorur antibiotik, edhe dojmë me pas florën tonë të shëndetshme, atëherë përdorim probiotik natyral, edhe prebiotik natyral që gjenden në ushqim. Edhe për mikrobiomën, do më thënë shumë pak flitet sa i përket kësaj pjese që e përmendet ju, po edhe në një podcast tjetër që e kam pasur me një alergolog, me Ylli Ahmetaj, e përmendi që gjëja më e rëndësishme në florën tonë, organizmin tonë është mikrobioma, e cila flitet pak ose thuajse fare. Ta studimet qash larg kanë mri, edhe kanë pa që përpara na kur mësojmë zorën e trash, kemi thonë ka një funksion e thith ujin, e rezervon jashtëqitjen edhe kaq. Po. Ndërsa tash dihet që ka persona që kanë mikrobiom shumë të shëndosh edhe të fuqishme, që jashtëqitja e tyre përdoret për shërimin e personave tjerë, që është jetë shpëtuese. Kjo quhet transplant i jashtëqitjes. Jashtëqitjes. Edhe kjo njërisi? Po një është njërisi, muj me thonë 10 vitet e fundit, që përdoret, do me thonë. Ku aplikohet, në cilat vende? Aplikohet në Gjermani, aktualisht në Gjermani. Do me thonë, na kemi pas fatin si familje që edhe gjenerata e dytë e ka përcjellë, i kam 2 djemtagjës që janë në Gjermani. Njëri prej tyre ka qenë pioner i këtyre studimeve, doktor Deloni, edhe në klinikën ku është ai bëhet transplanti i jashtëqitjes. Disa smundje të zorëve që janë koliti ulceroz, sidomos, e dëmton shumë zorën e trash, edhe në qoftë se dështojnë gjitha llojet e mjekimeve, ata e marrin jashtëqitjen pe këtyre donorëve, sepse tash kanë krijuar një bankë sigurisht që e grumbullojnë jashtëqitjen pe njerëzve, sikur donorë që janë të spermës ta zon. Po. Ata janë persona me mikrobiom shumë të fuqishme, e ruajnë jashtëqitjen e tyre, edhe pastaj te këta pacientë që nuk kanë shpresë, që janë shtërruar gjitha metodat e trajtimit, e shpërndajnë atë jashtëqitje me anë të kolonoskopit, është një zorë me kamerë që na e përdorim për ekzaminim të zorës trash, po edhe për trajtim, edhe rezultatet janë fascinuese. Shumica e pacientëve shpëtojnë, do të thonë, unë vesh 2 pacientë prej Kosovës i kam dërguar atje te kushërinë im, edhe të 2 janë mirë, të cilët kanë qenë pa shpresë, sepse smundja ka avancuar aq shumë sa që asnjë terapi më nuk bënte punë. E kjo do me thonë është... Dhe sot jetojnë shëndetshëm. Sot jetojnë shëndetshëm, për shkak të ndihmesës që i ka dhënë. Një punë të shkëlqyer, po. Një ndihmesë që i ka dhënë, do me thonë, jashtëqitja e dikujt. Po, do me thonë kjo që ka njërisi që me të vërtet, sa herë që i mbaj podcastet, dëgjoj nga një risi që nuk e kisha dëgjuar më parë. Mirë, me që jemi tek zorët, me që jemi tek rëndësia e zorëve që 10 vitet e fundit apo këto vitet e fundit ka një hond të madhe për rëndësinë e organizmit ton nga ana e informacioneve që e jep shkenca. Sa lidhet kjo me shëndetin ton mendor apo me trurin, me pjesën e lartë të organizmit? Lidhet, do të thonë, çfarë rëndësi japim kësaj pjese? Zorët komunikojnë me trunin në 2 forma, përmes nervit vagus, direkt, po edhe përmes neurotransmiterëve. Një neurotransmiter shumë i rëndësishëm, i cili në 90%
formës saj. Bartës si informacionet të brendshme të tyre. Okej. Kur truni nuk është mirë, zora nuk është mirë. Kur zora nuk është mirë, truni nuk është mirë. Është një lidhje reciproke. Për ata shumë, sidomos te ne, e lidhin kur nuk gjajmë kur gjohë, thot doktorën sar, po jam keq, po m'dham lukthi, sar, po kam stres, po m'dham lukthi. Këto e spjegojmë edhe me studentët, për shembull. A keni pa kur kanë provim, ata gjithmonë kanë barkçitje. Ose dikush kur ka një stres të madh, thotën e po vjell. Kjo është domethënë lidhja direkte përmes vagusit. Ndërsa lidhja tjetër thash është përmes një hormoni që quhet serotonin. Domethënë 90% e saj prodhohet në zor. Ai quhet ndryshe edhe hormoni i lumturisë. Domethënë ai kontrollon shumë procese në organizëm, po edhe në tru. E kontrollon disponimin, nivelin e frikës, e kontrollon gjumin, domethënë zgjimin edhe gjumin. Shumë procese. Edhe kur niveli i saj nuk është si duhet, domethënë zora nuk është si duhet, se prodhon, për atë paraqiten çrregullime edhe në sistemin e gjumit, personi është depresiv, domethënë ka frikë, pastaj kjo ndikon edhe në serotonin, edhe në ngopje, edhe në shtimin e apetitit. Ndikon edhe në densitetin e eshtrave, ka shumë ndikime në organizmin tonë. Pra, 90-95% prodhohet në zorë. Përshifni çfarë impakti kanë zorët në lumturinë tonë, në mirëqenjen e tonë, në gjumin tonë, në sjelljet tona. Doktor, flasim pak për intolerancë ndaj laktozës dhe glutenit. Si diagnostikohen realisht dhe si dallojmë mitet nga faktet se përket kësaj pjese? Intolerancën në laktozë apo në përgjithësi po flasim? E marrim vetëm në laktozë dhe në gluten. Okej. Domethënë te laktoza dhe gluteni janë dy lloje, intolerancë e lindun edhe e fitume. Domethënë te intoleranca e lindun është shërgullim gjenetik, ku ai personi domethënë ka që nuk e duron laktozën, nuk e ka një enzim laktazë e cila e tret e zbërthen laktozën. Mirë po mund tjetë edhe e fituar. Edhe dhe gluteni, kemi smundje autoimune të glutenit, po kemi edhe ndjeshmëri në gluten. Këta personat që kanë, domethënë qysh në fëmijëri, celiaki, që është smundje autoimune, dëmtim i autoimun i qelizave, enterociteve, te ata është problem, domethënë të jetën i zakonisht i ndjek. Ndërsa këto intolerancat e fitume, në qoftë se pacienti një kohë largohet prej atyre ushqimeve, ka mundësi të që pas një kohë të rikthehet sërish. E tash të flasim për këto të fituara, se për shembull thot pacienti, unë jam rrit me qumsht, unë nuk më ka bëu qumsht i dëm. Mirë po tash nuk po ma duron doktor. Ose unë jam rrit me bukë të bardhë, mirë po tash kohët e fundit, 2-3 vitet e fundit, kur ha, domethënë fryet barku, krijon një diskomfort, ka mundim për vjellje, po ka barkçitje. Edhe teoria për këtë është se këta pacient kalumën thonë gjithmonë e kanë pas një infeksion të zorëve. Ta zonë thotë kom qenë në Shqipëni, jam helmu diçka pe ushqimit, kom pas vjellje, barkçitje. Edhe nuk jam trajtu mua. Ose Itali, ose ku ta dione. Edhe ka qenë domethënë një gjendje shumë e rëndë, kom qenë një 2 javë në spital. Mas asaj është shfaq kjo. Çka do me thonë? Infekti, çka do që tjetë ka qenë bakteria ose virus, e ka dëmtue domethënë shtresën e enterociteve, qelizave të zorëve, po dhe strukturën antigjenike, pastaj organizmi nuk i njeh si të vetat ato edhe i dëmton. Që kjo është një teori autoimune e intolerancës së fituar. Mirë po, na e dim edhe prej praktikës, tash është vërtetuar edhe shkencërisht, kur për një kohë, domethënë i ikim ato ushqime, varësisht prej se çfarë shkallë është intoleranca, atëherë organizmi i harron. Kjo shpjegohet me mekanizmin e limfociteve të memorizuese. Ato e kanë memorien disa 1 vjet, disa 3 vjet, disa 5 vjet. Për këtë arsye, unë kam pacienta kur 2 vjet i kemi larguar ato ushqime, e bëjmë testin e radhës, nuk del më i ndihshëm në ato. Në ato raste na fillojmë në sasi të vogël për konsum. Me konsumu në mënyrë që derisa të mësohen zorët, edhe mas andaj ai fillon normalisht me hangër edhe kjo thot mo nuk po më pengon edhe kalon. Po intoleranca ka impakt shumë të rëndë në organizmin e njerëzit, sepse në qoftë se organizmi është intolerant në ato ushqim, atëherë edhe në ato ushqime tjera nuk përthithen, domethënë dëmtohen ato vilet intestinale ku thithet ushqime, nuk përthithet ushqimi. Edhe mas andej këta bin në mungesë të vitaminave dhe të mineraleve.
që quhet një sindrome malnutricionit ose keq ushqyeshmërisë. Këta nuk i kanë më veç këto simptomat klasike, po më fryjët barku edhe po kam barkëqitje. Po i kanë edhe simptomat tjera, se ju bin flokët, ju thejën thojt, kanë lodhje, kanë plagështi, ju dhomin nyjet, ju dhomin eshnat. Këto si pasojë mungesës të hekurit, zingut, selenit, vitaminës D, kalciumit, që nuk përthithen më. Domethënë krijohet ajo një leaky gut, domethënë një rrjedhje e ushqimeve të cilat më nuk përthithen. Për atë, çdo koleg, tham, në fillim, që i vjen një pacient me frymje, me gazra të shtume, do të lëmtoj këto 3 faktorë: infeksionet, inflamacionet, intolerancën ushqimore. Deri vitet e fundit, domethënë më me thonë, deri në vit 15 vitet e fundit, nuk është ditë këta shumë për intolerancën ushqimore. Edhe gjithë këta pacient me frymje, me gromësira, me gazra, ju kanë bërë analizat endoskopike, gastroskopi, kolonoskopi, ultrazon, në rastin ma të ronë për shembull që pacienti së bora hati kanë bërë edhe CT dhe rezonancë. Nështë edhe analizat e jashtëqitës kanë dalë mirë, atër i kanë thonë ti ki probleme emocionale. Edhe 30 deri në 40% është ky kontingent, këta kanë përfundu të psikiatri. Unë po fuli për Ballkan, po edhe në vendet më herët që kanë ndodhur. Më herët, edhe në vendet perëndimore. Domethënë i kanë çu tek psikiatri. Edhe janë trajtu si sindrom e zorës së ngacmueshme. Domethënë irritable bowel syndrome. Edhe pavarësisht që është dhënë ai trajtim me spazmolitik, me barna kundër dhembjeve, me probiotik, me qetësues, me antidepresiv, tani edhe kanë pas barkun e frymë. Se probleme nuk është gjetë, domethënë nuk është zgjidh. Ndërsa vitet e fundit, pasi që janë bërë këto studime shumë për zor, edhe për intolerancën ushqimore, tash ta pacient merren shumë seriozisht, edhe posa të zbulohet intoleranca, largohen ato ushqime, këta mo qetësohen. Kam pas rast që me vite ka pas barkëqitje, se i kemi ndru ushqimet, cilët ka dalë intolerancë. Ju ka ndërprej barkëqitja. Ju ka ndërprej. Mirë po kam pas rast interesant me enteropati gluteinike, që në literaturë hasë rrallë, edhe në përvojën time, i kam pas vetëm 2 raste, të cilët kanë pas konstipacion. Që do të thotë? S'kan mujt me dalë jashtë, kanë një javë 2, që është e kundërta, që kërkujt si kishku menja që ata kanë enteropati gluteinike. Edhe të dytë kanë qenë, domethënë koleg, mjek. Derisa ka ardhur puna që njënës prej tyne kanë nisë me ja shkurtu zorën. Pse? Ajo i kanë thonë e ki zorën e gjatë, se 2 javë nuk po krynte nevojë, deri në 3, pavarësisht që ka marrë laksativ, edhe fatmirësisht ka ardhur deri te ona, e kom marrë seriozisht. Edhe kishte bëu gjitha ekzaminimet, se kur ka konstipacion na gjithmonë duhet ta përjashtojmë edhe gjandrën tiroide, sepse ajo jep ngadalësim të punës zorëve, në përgjithësi edhe të organizmit. E përjashtova edhe gjandrën tiroide, atëherë thash, kolege mbetet vetëm intoleranca ushqimore. Edhe doli e ndishme në gluten. Edhe e largum glutenin, edhe kur vjen mas një 3 javë në kontroll, ishte shfry komplet, se ishte shumë e fryt. Edhe tha, jashtëqitja mu ka rregullu ose çdo ditë ose çdo 2 ditë. Edhe një kolege tjetër që është kolege asaj, edhe ajo, domethënë të dyja të shpëtuan për këtij maltretimi, sepse pa menoj mos më dal 2 javë, mos më kry nevojë. Jo maltretim, po është nuk e di. Edhe këto 2 raste që më kanë befasu edhe mu, edhe kujna ti thush nuk beson, se zakonisht si ti thush enteropati gluteinike ose celiaki, barkëqitje. Ndërsa këto kanë pas konstipacion edhe shumë të rëndë. Për atë do të them se në mjekësi kur 2+2 s'bojnë 2, edhe më banën në mend një smundje e njëjtë të 2 personat ndryshëm nuk shfaqet njëjtë. Për atë duhet edhe përvoja. Sepse dhe organizmi reagon ndryshe në raste të ndryshme, si nga faktorët e jashtëm ashtu edhe të brendshëm që ne vetë po i sqarojmë. Mirë, doktor, kemi folë shumë për dieta, për detoksin, sa janë këto të dobishme apo të rrezikshme për organizmin tonë, sidomos dietat detoks? Tash duhet pas kujdes se po kalim pra nga një çështje në tjetrën, mirë po mirë është të kemi informacione të përgjithshme, që sepse dhe minutazha vetë se po na shkon, sepse është një që më thonë
një temë shumë e qëllume, sa i përket këtyre informacioneve që jo rrallëherë i marrim nëpërmjet mediave, mirë po mund të klikojmë nëpër faqe të ndryshme, të marrim informacione të përgjithshme apo të sofistikume, mirë po ndodh që edhe nuk i kuptojmë për shkak termave latine që përdoren aty. Kështu që do doja që edhe këtë pjesë ta sqaronim sa i përket dietave detox. Problemi i madh janë rrjetet sociale dhe nuk ka kontroll. Sigurisht. Tash do të thonë me ushqime, me dieta, me këto gjëra merren njerëz që nuk janë fare profesionistë. Fatkeqësisht që po ndodh shumë shpesh. Po, nuk ka kontroll. Për atë, do të thonë, këshilla ime është që kur i merrni këshillat për një problem caktuar, ti merrni prej profesionistit. Plus asaj për njëri i cili ka përvojë. Për ndryshe mund të janë dëmshëm për organizmin. Në botën moderne, në këto vite që po jetojmë, nuk ka dieta të përgjithshme. Do të thonë, ka dieta të personalizuara. Pse? Pikërisht është intolerancë. Qofse unë dikujt i them, ja bëj një plan ushqimor. I them në mëngjes pijeni gotë qumsht. Apo kupton? Pastaj i them në drek po ta shkruaj një file pule me perime. Të dielën po ta shkruaj një peshk. Edhe pacienti nuk bën më mirë. Nuk reagon fare. Qofse na dojmë me heq simptomat ose te rasti tjetër dojmë me u pesh, s'po ndikon fare. Edhe pse s'ndikon? Pse është intoleranca në pyetje. Një personet i cili ka intolerancë në qumsht, edhe ti i shkruan ka një gotë qumsht. Aty jep efekte tjera. E shkatërron, domthonë janë nxin jetën. Po. Ose personi i cili është i ndihshëm në pule, dhe ti i ke shkruar filet të pule, ta trajnerat që po merren me fitnessin, ta mund të jenë të shkolluar për fitnessin, po nuk kanë shkollim për trupin e njeriut. Po kupton? Ose disa prej nutricionistëve, ata e dinë se çka përmbajnë ushqimet, po ata nuk e dinë se si ndikon te trupi. Kujt ja japin? Për atë në Gjermani, aty ku kanë kryer, domethënë specializimin e ushqimeve, mjeku nutricionist i prin ekipit të trajtimit për ushqimet të pacientit. Pse? Pa studiu mjekësi humane, ti s'munësh me ditë. Thot domatja është e mirë, po domatja i shkakton alergjia, i shkakton intolerancë. Ose ku ta diun e tham, salmoni e myt krejt atë, se është intolerant. Po. Edhe s'ka kurfar përfitimi. Për atë dietat në botën moderne, në këto vite që po jetojmë, nëse e shef që diku i ka bo mirë, mos mendo që ka me të bo edhe ty mirë. Dhe më thonë, mas pari duhet me ditë se cilat ushqime ti nuk i duran. Atëherë, dieta bëhet në mënyrë të personalizume. Pastaj dieta bëhet varësisht për asaj çka po dojmë na me mbri. Apo do në me shtu pesh, apo do në me hu pesh. Kemi dieta që, për shembull, personi e ka mëlçinë dhe jamosën. A është dietë tjetër. Kemi persona cilët kanë ngritje të shtypjes gjakut, që s'pi dihet shkaku, atëherë duhet me ndryshu stilin e jetës, me hek faktorët e rrezikut, edhe me punu në ushqim, është dietë tjetër. Për shembull, don ti mja preferu një dietë në smutit me smutje të veshkave. A është dietë krejt tjetër. Aty duhet një kufizim i proteina, për shembull, një kufizim i kaliumit. Do një dietë mja preferue një smutit i cili është me diabet. Është këtë ushqime tjera. E s'mund është ti mi thonë, merre fotografova, ose dole aty dikush foli. Edhe konsumoje. Edhe konsumoje, se kjo po të bëj ke mirë. Të më thonë, këshilla jam është, kurse se, mos më ndikoni pe i dikuj, a mos merrni naj blanko, diçka naj dietë që i ka bo mirë dikuj, pa e ditë çka është mirë për ty. Dhe më thonë, mi përjashtu mas pari smundjet, mi ditë zorët që shiki, edhe cilat ushqime po të bëjnë mirë. Për ndryshe, çdo dietë mund të jetë e dëmshme për ty. Doktor, unë kam dhe shumë pyetje për t'ju bërë. Mirë, po siç e thash edhe më herët, do doja shumë që t'i merrja 2 nga pyetjet e qytetarëve që më kanë ardhur për ju. Pyesim për gastroskopin. A është më mirë të bëhet me mpirje apo pa të? Gastroskopia është një metodë që bëhet me një endoskop. Endoskopi është një zor, moje ka kamerën, edhe me atë depërtohet përmes gojës te fyti. Aty është pjesa ku ndan rrugët e frymarrjes së ushqimit, na depërtojmë ka rruga e ushqimit, ekzaminohet komplet ezofagu, lukthi, edhe 2 pjesë të zorës 12 gishtore.
Duhet dënomi, a? Po. Dhe në pjesën duodenit i themi na. Deri aty mundim të ekzaminojmë me gastroskopi, ose që ezofagogastroduodenoskopia. Po është e gjatë, e tash populli thot vetëm gastroskopi. E tash, ka persona cilët janë shumë dijshëm me fytyn. Thot, unë duroj as brushën. Si tash ti brushën vjen me vjellë. Po ka persona cilët e durojnë pa problem. Kështu që ata që e durojnë, është mirë ta bëjnë zgjuht, se nuk zgjahet shumë. 2 deri 3 minuta. Ata cilët janë shumë ndijshëm, ose kanë probleme tjera shëndetësore, atëherë ata duhet flajnë. Që ta bëjmë me pyetje, po. Po më së miri është, më thonë pa. Njëra pyetja tjetër është cilat ushqime shkaktojnë dhimbjen e lukthit. Do të thonë personi që më pas ka dërguar këtë pyetje me siguri ka probleme me lukth. Po. E tash edhe kjo është e personalizuar. Te dikush disa ushqime shkaktojnë, te dikush jo. Po. Siç e kam edhe më herët, puna e reagimeve. Në qoftë se personi ka ulçer të azam lukth, ose në zorën 12 gishtorë, ose ka një gastrit akut, ata ushqimet e nxehta s'bën kurrë se. Po. Ushqimet pikante gjithashtu jo. Ushqimet e fërgume, fast foodet, yndyrat, i shkaktojnë dhimbje shumë të tmerrshme. Pastaj është edhe grupi e ushqimeve të cilët shkaktojnë gazna, grupi i laknave, i fasulës. I mundon shumë këta që kanë kësi probleme akute, ta them, me lukthin, ose kronike, na ulçer kronike, e cila nuk është shëru. Pra lukthi don në ato raste kur është i pezmatum, ushqimet zira, në temperaturë dhomës, të më thonë të vëkta, edhe jo të fërgume, jo të mosëna, jo ushqime industriale. Zakonisht ushqime që hahen me lukë. E tash e kam një pyetje të personalizuar. Doktor, unë jam konsumuese e kafes. Kafes turke, po edhe macchiatove. A e dëmton kafja stomakun? Kafja, do të thonë, është një produkt i shëndetshëm. Po duhet konsumohet me karar, që shto të populli. Zakonisht në lukth zbrastja, nuk preferohet, edhe çfarë simptoma shqip nëse konsumohet në lukth të zbrazët? Këta që kanë probleme me lukthin e shpjegojnë që po kanë ngërrymje, tani po kanë shtim të thartinës, tani po kanë goksem, mundim. E për atë, do më thonë, nuk preferohet. Po, edhe kur je i shëndosh, nuk preferohet në lukth thot. 2 deri në 2 dite janë të shëndetshme. 2? Po edhe 3, ata që e durojnë, pa problem. Përpos personat që kanë hipertension, do më thonë, te ata kofeina, në qofse teprohet, atëherë shkakton ngritje të tensionit, edhe këta që kanë ritëm të shpejt zemrës, do më thonë, kofeina gjithashtu e shkakton rritjen e rrahjes së shpejt të zemrës. Për ndryshe, është një produkt i shëndetshëm, po duhet me pas kujdes çfarë lloji kafës, edhe si të përgatitet. Për shembull, unë kam një dukuri që e kam zbulu te klientela eme, te pacientat e mi. E kam pa që kur kam pas probleme me lukthin, pezmatime, në momentin që prej macchiato, si kum qit në espresso, nuk kanë pas asnjë problem. Edhe mas andej, hajtë tash ta shoh çka po ndodh me macchiaton, si përgatitet. Se tani unë ulëmtoj, shkoj në për restorane, ulëm aty te banaku, mas andej ulëmtoj se i njoh shumicën edhe e kuzhinjerave, baristave dhe kështu. Edhe e pash se problemi ishte te aparati aty, ajo far gypi që i lëshon atë ajrin, edhe që i bën ato fluskat, këta që i përgatitin kafe nuk kanë shkollim adekuat, edhe nuk e din që ka bakterje. Po ne i kemi këto që përgatisin kafe dhe me diplomë, doktor? Po ndigjo mu. Do me thonë, këta nuk e mendojnë që bakterjet shifen me sy. Këta e kishin një leck aty të shanku. Trullex. Edhe përfshishin atë pjesën aty. Po me qatë leck përfshishin edhe qatë gypin që e fryn qumshtin. Edhe problemi është i kontaminimit me bakterje. Edhe mikrobet barten. Do në ajo lecka, ajo du t'jetë e pastër, edhe të ndrohet shumë shpesh. Po edhe syngjeri që i lanë encë, ajo përmban shumë mikroorganizma dhe bakterje shumë të rrezikshme. Problemi ishte te lecka, dhe më thonë, këta me atë leckën e kontaminojnë atë gypin, këta e fusin qumshtin të ai gypi për me fry edhe me bo fluska. Dhe mos qumshish bartës i mirë i këtyre mikrobakterjeve. Edhe unë e kom hetu që aty ishte problemi. Si
i ndrojsha, i thosha, okay, macchiato po të mundon, hajde e provojmë me espresso. Jo, me espresso jam në rregull. E pse me espresso? Se dora e njerit nuk e prek. Do të thonë del aparati. Çush del ushqimi, ky uji i valuar direkt në kafe pik poshtë. Po. Do thonë s'ka qasje dora e njerit. E për atë, do të thonë e kam një sa herë që mojnë emisione për gastronomi, e kam një këshill. Ata që përgatisin ushqim duhet të janë shkolluar. Ti kanë edhe disa orë për higjienën. Sidomos ata që punojnë në kuzhinë. Shpesh herë më tham, edhe gjithmonë kam e thonë, se kuzhina duhet të jetë në nivelin e higjienës dhe pastërtisë barazi me sallën e operacionit. Për ndryshe është rrezik. Ata ta kenë me dije se kanë një mision të shenjtë. Ne çorazi u besojmë atyre. E ke pa të shkon në restoran, rahatohesh. Ti se bën më nas kush është të gatuar, çysha tek, sysh ta bin pjat. Po, ti e konsumon. Kështu që edhe pronart, edhe kuzhinjerët, le ta marrin mend që kanë një mision të shenjtë, se na ju besojmë çorazi atyne. Edhe të kujdesen edhe për higjienën, po edhe produktet që na i shesin, sikur për veten e tyre. Se për ndryshe, mos i kap ligji, është Zoti që ka më dënu. E për ata ndodhen edhe shumë probleme të njerëz që ushqejnë vazhdimisht në restorane, që janë dvarën se punojnë. Do një racion ai gjithmonë e han në restoran. Edhe një zinxhir tjetër, do të thonë, ta pronarët edhe punëtorët që janë aty që punojnë për gatitjet e ushqimit, janë të obliguar, tash nuk e di a në 6 muaj qysh, që të kontrollohen parin streshën e fytyt, se janë disa bakterie që ata përmes spërklave mund mi përhap në ushqim, edhe jashqitjen pse janë disa parazit që ata përmes durve të palara, duke na gatu neve, mund na përhapin, edhe përhapja më e shpesh që po ndodh, domethënë në këtë shekull që po jetojmë, me gjithë këtë higjienë, me gjithë të mjete, kam çdo ditë pacientë të cilë gjaj parazite. Na jemi vend i tretë. Për shembull, çfarë investimi u bën, çfarë kushte, çfarë domethënë detergjenta ka, çfarë restorane që nuk i kërkon në botë. Mirë po çalon higjiena. Diku po çalon. Për çata, domethënë të kenë kujdes. Doktor, me që jemi tek parazitët, tek bakterjet që veç i përmandet, helikobakteria është njëra ndër po edhe për ato e kam fjalën. Okay, që është e përhapur në shumë e përhapur tek ne. Po. Sidomos ajo është edhe transmetuese, a? Transmetuese nuk është vërtetuar që përhapet pe njerëz, kështu po zakonisht përmes ushqimit. Po, prej prekjeve, prej ose sallata. Domethënë që të dyja janë burime, sidomos sallatat, më i shpeshti përhapjes edhe të parazitëve, edhe të helikobakteres. E për atë si parazita është shumë i dëmshëm për organizmin ton? Helikobakteria është një baktere, nëse nuk trajtohet është shumë e rrezikshme. Që nëse mbahet me vite dhe nuk trajtohet, domethënë nëse mbahet 10 vjet ose 20 vjet, prind domethënë drejt dëmtimeve që çojnë deri te kanceri. Doktor, gjithë informacione shumë të mira, si për mu personalisht, por edhe për qytetarët. Ne do takojmë sërish në podcastet tjera tona, do të isha shumë e kënaqur nëse do t'i kisha sërish për tema tjera, sepse di që është një fushë shumë e gjerë, për t'i prekur gjitha nuk mundemi, për t'u specifikuar e parritshme, por do takojmë sërish. Ju falenderoj shumë. Nëse keni ndonjë tjetër këshill për fund, mund ta bëni pa problem. Ishte kënaqësi, unë jam gjithmonë i gatshëm edhe kam mision edhe me shpërnda dijen, që aty ku më jepet mundësia edhe çfarë sa kam mundësi, çfarë sa di. Po një këshill sa i përket pacientëve, domethënë mund ka has këto 22 vite që i kam provoj, me pas pacient me kancer avancuar të luktit pa pas asnjë simptom. Ose më ka has me pas pacient me karcinom, me kancer të zorës, trash, pas një simptom. Po si e keni vërtetuar me që vetëm e përmendët? Për shembull, do të me pas kujdes në qoftë se familjet gjenetikisht kanë pas, për shembull, dikush kancer në lukt ose në zorë. Preferohet që ata të kontrollohen edhe të bëjnë endoskopi edhe në qoftë se s'kan simptoma. Për shembull, kanceri i zorës trash është një kancer shumë i rrezikshëm dhe shumë i fshehtë. Ai tek vonë jep simptoma, po jep simptoma sekondare. Për shembull, mund me dhon anemi. Në një pjesë të zorës ku paraqitet vetëm anemi.
as s'ka pacienti gjak me jashtëqitje, as s'ka kapslëk, as s'ka barkëqitje. Për atë, nëse kanë informacion në familje që dikush e ka, gjithmonë bëjnë egzaminime endoskopike edhe të paraqiten. Kjo këshilla e jame, të më thonë, kemi kontingent thamë që kanë shumë simptoma, po janë edhe do që nuk kanë simptoma heq. Kështu që më të rrezikshmet janë çata. Doktor, faleminderit shumë edhe një herë. Ne takojmë sërish. Shikues të nderuar, ishim me podcastin Shëndetin e parë mbështetur nga United Hospital me specialistin e gastroenterologjisë Avni Hazirin. Takojmë sërish në podcast tjerë nga unë Mirëmbetshi.